Altinive që prezantoj, pra kemi me fol për një sukses të jashtëzakonshëm që e ka Folship Show në platformat sociale. Unë jam këtu me fol për statistika, po para se me i prezentu ato, një përshkrim kështu të shkurt për veten, ka një 12 vjet që jam pjesë e mediave, fillimisht kam punuar si gazetar të rinj, më vonë si redaktor, zëvendës kryeredaktor, edhe dikur pastaj kam lëviz në rolin e udhëhecit të rrjeteve sociale. Aktualisht punoj në Klan Kosova edhe kam udhëheq 2 sezonat e Big Brother VIP, pra Big Brother VIP Kosova 2-shi dhe 3-shi, e tash edhe në 4-shin. E di që shumë kush për ju edhe mëni me akuzu se që ka ndodhur me gjestin ata që e kanë këshyr, po kjo nuk varet prej meje. Gjithsesi po kthehemi te tema edhe te çështja e numrave që vetë i prezantuam dhe për çka do të flasim më detajisht. Prej vitit 2022 për ndryshon jam pjesë e bashkëpunimit në Folship Show edhe me Altin Markon, edhe YouTube-i si një prej platformave më serioze dhe më kredibile, kisha me thonë, për shkak se aty është prezantu puna e plotë, është hedh materiali i plotë në këtë platformë, edhe kam rrimë i mbledh 8.2 milion shikime në këtë platformë. Po flasim për periudhën 2022-2025, pra për 3 vite, kjo është numri i atyre që kanë shikuar mbi 1300 videot që janë publikuar në platformën e YouTube-it, saktësisht në kanalin e Folship Show. Disa informacione mbi rolin e audiencës, pra mosha dominuese ka qenë 24, 25 dhe 44 vjeç, pra është po flitet për një audiencë të pjekur e cila e vlerëson kontributin edhe mënyrën se qysh udhëheqet ky emision. Ndërkohë mosha 45-65 është një tjetër segment po ashtu që e shikojnë në masë të madhe emisionin Folship Show. Ku shikohet tash lind pyetja prej vendeve që e ndjekun më tepër Folship Show. E kemi Zvicrën dhe Gjermaninë, 2 prej vendeve që në masën më të madhe e ndjekun Folship Show për shkak që i lidh më tepër edhe me vendlindjen e tyre, për shkak edhe të musafirëve që janë her pas here, që sigurisht kanë një bagazh shumë të lartë. Vende të tjera që shikohet Folship Show është Shqipëria, Kosova, por edhe shtete tjera si Austria, SBA-ja, Italia, Greqia, Franca, por edhe shumë vende tjera kudo që ka shqiptar shikohet Folship Show. Këtu kam një statistik, një raport, ose ma mirë me thonë një screenshot që është nxjerrë prej platformës së YouTube-it. E kemi një video që është publikuar gjatë këtij viti, është ajo e Anton Nikollës, është një prej videove më të shikuara në kanalin e YouTube-it për vitin 2025. Mundi mi po dhe statistikat janë 5.4 milion impression që i ka marrë, po flasim për përshtypjet që i ka pasur audienca që ka shiku këtë video. Ndërkohë, totali i shikueshmërisë pra është në 238.000 pra në platformën e YouTube-it. Nuk e kryva, besoj që ka arsye me duart trokit hala ma shumë kur i shohim këto statistika edhe prej platformës së Facebook-it. Videot që kemi ndana edhe që kemi vlerësuar që publiku vlerëson me i shiku ato, kanë marrë 4.4 milion veç në Facebook. Pra po flasim për disa inserte të shkëputura nga intervista e plot ose reportazhi i plot që ka qenë me Anton Nikollën. Faleminderit. Edhe totali që kam rri i shikueshmërisë në këtë reportazh është siguruar nga shtëpia ose më mirë me thonë nga rezidenca e Anton Nikollës, ka shku në 6.7 milion shikime në të gjitha platformat sociale ku është publikuar insertet nga ky reportazh. Po nuk është e vetme. Videot e tilla ka konsiderueshëm në kanalin e Folship Show. Një tillë ka qenë edhe ajo Flutra e Gecajt, që po ashtu është shiku bukur shumë. Në platformën e YouTube-it janë 2.9 milion impression që i ka marrë kjo video që është publiku. Pastaj kemi vëllezërit Bajra, i kanë qenë disa trinj, disa talent që kanë bën namin me prezencën e tyre në emision. 4.5 milion impression ose 536.000 shikime, gati gjys milion shikime i ka videoja aty në YouTube. Po flasim për vëllezërit Bajra, disa talent. Ndërkohë tash po i prezantojmë disa statistika në lidhje me prezencën e Folship Show në Facebook. Në periudhën 2022-2025, totali i shikueshmërisë ka shkuar në 68 milion. Pra 68 milion shikime janë në Folship Show në Facebook.
E që është më rëndësi me të këtu është edhe mosha atyne që e shikojnë edhe janë shikues aktiv të videove që dalin nga Full Ship Show është mosha 25 dhe 24 vjeç. Pastaj janë edhe mosha tjera pra si më radhë. Edhe një element tjetër që është shumë e rëndësishëm me cek është edhe koha e qëndrimit në video. Në 3 sekonda i kanë këshyrë 68 milion shikues, në 15 sekonda 36 milion shikues, edhe në 1 minutë i kanë shiku pra 19 milion shikues. Te Instagrami si një prej platforma po ashtu shumë aktive që është në kuadër të platformave të Full Ship Show përgjatë kësaj periudhe, pra në 3 vite ka arritur mi mbledh 11 milion shikime. Edhe këtu mosha e audiencës që i ndjek me fanatizëm për mbajtje të Full Ship Show është 18 deri në 35 vjeç, por nuk e lanë anash as mosha tjera, pra 35, 45 dhe 65. E përsa i përket TikTokut, këtu ndrën tash trendi shikimeve. Mas Facebookit ne kemi si platformë goxha të besueshme edhe ku kemi një audiencë goxha aktive, që totali shikueshmërisë prej vitit 2022 deri në vitin 2025 kam rri me shku në 23 milion shikime. Po flasim për platformën e TikTokut ku mosha e dominuese e audiencës është 25-24 vjeç. Edhe totali i përgjithshëm në raportin 3 vjeçar në prezencën e Full Ship Show në platforma sociale ka shku në 130 milion. Bravo! Përndryshe, duhet me i veçuar dhe disa prej momenteve ma historike që kanë shënu pra në kuadër të emisionit Full Ship Show. Kemi edhe intervistën me presidentin e Zvicrës, Aljan Berest. Pra, kjo është një moment kur theksohet besueshmëria dhe profesionalizmi i lartë i emisionit Full Ship Show. Pas tyre kemi edhe feedback, pra përgjigjet që kemi marrë nga ata që kanë qenë në kuadër të reportazheve që janë organizuar dhe realizuar nga Aldin Marku. Këtu e kemi një feedback që ka ardhur nga Shpitex me Dita, e keni edhe screenshot. Nuk e di a kemi bona i shkeljet privatësisë që kemi ekspozu, po qëllimi ka qenë me kanë transparencë edhe me kuptu edhe ju se çka thojnë realisht njerëzit që bashkëpunojnë në Full Ship Show. Për shpjegoj në fjalë të shkurta, ajo që ka thonë në këtë rast pronari i Shpitexit është aty janë rrit shitjet, janë rrit kërkesat edhe kemi kontribu që kompania aty me pas interes më të madh në Zvicër edhe kështu më ushtu puna fal mënyrës së çysh është prezantu kompania aty në kuadër të reportazhit të Full Ship Show. Sektori ndërtimit në përgjithësi, shembull real kanë qenë ato të Green Coast që i përmenda më herët, por edhe kompani tjera si Kompleks Anesi, Swiss Building, por edhe të tjera pra që kanë bashkëpunu përsa i përket sektorit ndërtimit, edhe janë përkthy me shitje enorme, pra në rrit kërkesat me shitje mas mënyrës se çysh është prezantu puna e tyre edhe shërbimet që ta ofrojnë në sektorin e ndërtimit. Kjo çështja, nëse dikush prej bizneseve ka interes me rrit suksesin e tij dhe ai me kanë konsistent, pra me pas rritje konsistente, është mirë që bashkëpunimet me qenë në më afat gjate, pra me synu me lidh një marrëveshje vjeçare ku prezantohet çdo javë në emision pra puna juaj dhe shërbimet që ofrohen, por nëse dikush prej kësaj fushë, pra prej sektorit e ndërtimit dëshiron që me mri rezultate më të shpeshta, sigurisht rruga më e shkurtë dhe më e mirë është përmes reportazheve që kush tjetër më mirë se Altini din me i bë ato. Shumë faleminderit Diamant Bajra për prezantimin e mirë, ju falenderoj nga zemra për punën që bëni, sepse realisht jam shumë i kënaqur me punën tënde që bëni si ekspert. Ta jap dorën e Eduard Rokitje mundësisht.